Pas datës 20 çdo muaj, në Spitalin Rajonal të Lezhës nuk mund të kryen analiza mjekësore të rekomanduara nga mjekët. Fondi përcaktuar për realizimin e këtij shërbimi, të dhënë me koncesion, është i pamjaftueshëm, pasi kërkesat janë shumë herë më të mëdha. Në këto kushte, qytetarët duhet të presin 2 deri në 3 muaj për të kryer analizat mjekësore ose të drejtohen laboratorëve privat. Ata e konsiderojnë të papranueshme këtë situatë, e cila është kthyer në shqetësim për ta, pasi nuk kanë mundësi financiare që të kryejnë shërbimin në privat. Mos e thash është një për 2 muaj, 3 muaj. Pse? Që ndodh? Ata se di. S'mund t'ja përgjigje. Po njerëz që po presin? Të përgjigje një pave. Ata të tjera për jetë me prejtja. Që kanë me baset, se ka të nëjshëm, për shani ata të diabetit, i bëjnë 2 herë. I bëjnë i tash, për mas një orë do hanë buk, do vinë me bë për 2 herë. Unë nuk jam me diabet, jam me veçka. Falem nash për shoqënisë, se kam punu dikur shqica dhe më kujtoj. Presin, këto janë me caktim me datë takime. Vënojnë? Po, vënojnë. Doktorët janë të mirë, po s'ka në mundësi se ka edhe kushte se janë shumë popull to. Ashtë shumë i popullum qyteti i Lezhës, edhe ka vështërsi në këtë gjana. Me bajnë shtetë shkën shumë, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj. Me bate privati, pas kena mundësi me bate privati. E shku me bajnë një rezonancë e bajnë në vjetë, e do të me prejtë 4-5 muaj. Po da me të në batarica. Nësë pa ta mundësi, në 150.000 lekë. Nësë bajnë, ato se s'kajnë mundësi, s'kajnë që me barrin e dhe. Ato që i kanë mundësi, të pagojnë, i bajnë për të privati. Po në do të me shiku pak ma thellë, për njerëzit me stres, me nevoj. Do të me shiku të një fjetë për tolerant. Shumë vështirë. Unë kam qenë kërë trauma, për shembull, para 2 javësh, shumë vështirë. Shumë vështirë. Shumë vështirë. Ka fluks jashtëzakonshëm, me shumë koma. Me shku, duhen para, dhe vetëm para. Në lidhje me këtë çështje, Drejtoria e Spitalit Rajonal të Lezhës bën të ditur se fondi vjetor i përcaktuar për kryerjen e analizave nga koncesionari është 650 milion lekë të vjetra, i ndarë në 55 milion lekë për çdo muaj. Por kërkesat për këtë shërbim janë më të larta, ndaj edhe krijohet kjo situatë. Por sipas spitalit, urgjenca nuk ka probleme, pasi mbulohen non-stop me analiza ku kryen deri në 168 lloje.